shfaq prej rrjeteve sociale të atyre që kanë qenë aty, po ashtu edhe momentin kur është përhap zjarri, e kom pa që është prej një video të incizuar, ku është me të vërtet shumë vështirë pastaj me bo hetimin se qysh ka nisë ky zjarr dhe si është përhap. Na vetëm po i dim këto detaje që është përhap nga tavani edhe është bo një intervenim, mirë po detaje tjera nuk po dim ende. Mirë, flasim pak për zjarrin në aspektin tuaj, si eshin ju materialet që kanë qenë aty, nga që zjarri është shkaktuar nga mjetet piroteknike, nga fishek zjarrët, dhe si do të mund të evitoheshin kapja e zjarrit nëpër materiale të tjera? Po zakonisht to ndërtesa kërkohet që kryesisht ndërtohen me materiale do më të pandeshme. Po është e pamundur në një diskotekë se do të ka nevojë për ato pëlhura. Unë po kthej në anëherë nëse kam vëmendjen, nuk është e trajtuar si zonë, domethënë pllaka që në mes të ndërtesës dhe kulmit nuk është rezistente ndaj zjarrit. Kjo duhet më bë nëse është një objekt me shumë kate, në mënyrë që mos mu transmetu zjarri në hapësira tjera. Por në këtë rast ish dash më bë për shkak që mos me shku zjarri në konstruksionin e ndeshëm, që është konstruksioni i kulmit, i cili humb pastaj aftësitë mbajtëse dhe bjen mbi përdoruesit. Unë nuk e di sa metër katror i ka ky ndërtesë, e kam dëgjuar që kanë qenë diku 600 persona. Për shkakun për diskotekë duhet 1 metër katror për një person. Na vetë kemi qenë ndoshta në shtetet e jashtme dhe kemi dashur me marr pjesë me një mbrëmje në diskotekë ku rojtarët aty na kanë thonë se nuk ka vende të lira pse na kemi pa që ka hapësinë, për shkak se janë norma shumë strikte sigurisë nga policia, nga mbrojtësit të sigurisë. Dhe këtu ka qenë mbi popullume, mungesa e daljeve evakuuese edhe e ka bot vetën. Madje, siç po raportohet, ka qenë depo për tekstil dhe as pak e destinuar për normalisht nuk është edhe shumë e rëndësishme çka ka qenë më herët, po kur është ndryshuar destinimi, sa janë marrë masat për me përshtatë objektin për destinimin e ri. Këtu sa di unë, sa pas të ndëgjova, nuk pas ka pas as licencë, ka operu, gjitha kushtet për me ndoni fatkeqësi. Licenca ka qenë falso, ndërka që para 3 ditëve dhe ajo licencë falso me sa duket pas ka përfunduar, kështu të paktën kanë raportuar dhe mediat e Maqedonisë së Veriut, e pikërisht për këtë arsye kanë filluar dhe hetimet ku 5 prokuror janë caktuar për të hetuar shkaqet e zjarrit. Ju thatë që është goxha vështirë të hetohet, apo... Është vështirë të hetohet, sepse mungojnë disa komponente, si që thashë edhe më herët, edhe është problem të bëhet menaxhimi tani, edhe pse është bo këqyrja e vendit ngjarjes edhe janë mbledh provat, nuk është vetëm një prokuror, po disa prokuror janë të angazhuar edhe disa hetues janë të angazhuar, ku do të merr pak kohë hetimi i këtij rasti, pasi që duhet të mblidhen prova. E dyta është se në këto raste është shumë më e rëndësishme mu bo identifikimi i kufomave, ku është me të vërtet vështirë, për shkak se janë të panjohtura për momentin, me keqardhje po e shpreh këtë që duhet më bo një analizë laboratorike e ADN-s së tyre në rastet kur nuk mundet ajo me bëhen gjurmimi i domethënë shenjave të gishtrave apo analiza e çka kanë pas aksesor diçka në trup të tyre. Pra të ketë vështirë dhe identifikimi i vetë kufomave, 59 kufomave? Po, bile dëgjova një rast që një grua pas ka bë thirrje që nuk e din se ku gjendet, a është e vdekur, a është e lënduar vajza e saj. Nuk e kanë idenë se ku i kanë domethënë të afërmit të cilët kanë pësu prej kësaj tragjedie. Pra të vazhdohet me metoda të ndryshme për t'i hulumtuar. Cilat do t'jenë ato ndoshta për një rast tillë të zjarreve më të efektshme? Po, do të bëhet një analizë forenzike, e cila domethënë i përfshin këto analizën e ADN-s në laborator,
Tjetra në rastet kur është vështirë të identifikohet apo të mblidhen këto mostra, atëherë bëhen gjurmët, domethënë mirën gjurmët e gishtrinjve të këtyre personave, si që thash edhe analiza e objekteve personale që i kanë pas për rreth ata apo përmbi trup, si që janë unaza, aksesorët, ora. Po ashtu në këtë, domethënë, tani jemi në një botë të digitalizuar edhe do të bëhet hulumtimi i rrjeteve sociale, vend ndodhja e tyre me GPS edhe me metoda të tjera. Mirë, ndërka që vlen të theksohet edhe për gjithë shikuesit që po na shohin, tashmë janë kryer dhe disa arrestime, përfshirë dhe ish zyrtar të lartë se të kanë pas lidhje direkt me këtë ngjarje. Po hetohen në fakt edhe ata që kanë lëshuar licencën falso dhe besoj që gjatë ditës sotme apo edhe gjatë ditëve në vijim do të ketë edhe më shumë informacione lidhje me rastin. Si do të trajtohet në aspektin e personave që të kanë qenë kompetent, që kanë lëshuar licencë falso, si do duhet të vepronte shtetin në këtë rast? Unë këtu po du më ndëlidh me një teori e cila është në fushën e kriminologjisë, teoria e nomisë, ku në shoqëritë ku është e përhapur domethënë korrupsioni edhe këto fenomene të paligjshme, atëherë mendohet për këtë teori sepse anashkalohen edhe shkelen bazat e sigurisë edhe merren licenca të tilla edhe vazhdohet puna pa i marrë domethënë parasysh, prapë i them bazat që duhen të jenë në një objekt të tillë. Në përgjithësi tek ne, si Ballkan e kam fjalën për përfshi disa shtete, kemi pak neglizhencë në këto gjana në aspektin e sigurisë edhe në rilicencim. Për shembull, për këtë objektin unë dëgjova që është licencu para 15 vite, edhe më nuk është bëhet një rilicencim apo një kontroll apo një inspektim ku munden me u pa shumë të qartë se a i përmbush me të vërtet kushtet për me qenë një lokal si ky, një biznes si ky. Kështu që besoj që edhe shteti i Maqedonisë së Veriut do të veprojë në mënyrë më të mirë dhe veç se ndëgjova dhe pash që ka fillu me arrestimin e personave dhe me hetimin e rasteve, besoj që do të bëhet një zgjidhje për personat e cilët kanë bërë shkelje dhe neglizhencë. Nëse i kthehemi vendit tonë dhe i shohim ato objekte cilat grumbullojnë njerëz, qoftë edhe klubet natës apo vendet të tjera, nga syri juaj, sa janë sigurta? Me thonë drejtën, nuk jam person që i vizitoj ato, nuk i kum pa. Të paktën vende që mbledhin njerëz. Po, paga shumë, do me thonë. Jo vetëm në këtë rast klubet e natës. Domon, vendet që mbledhin njerëz në numër më të madh, është problemi që ato duhet sparit të jenë zonë e trajtume, domon muret, anash, plafoni o dysheme atë jenë rezistente ndaj zjarrit. Pastaj të kenë daljet evakuesit mjaftueshme. Për shembull për 200 ose 300 persona, sot s'paku 2 dalje evakuese do të më qenë shtesë daljeve ose hyrjes kryesore që hyjnë personat. Pastaj duhet me pas sistemin e alarmit po se po, duhet edhe sistemin e ventilimit për largimin e tymit pastaj në pjesën ku bëhet evakuimi në korridoret evakuese ose nëse është në shumë etazhe, duhet me pas edhe shkallët evakuese, duhet me pas pajisjet për fikjen e zjarrit, domethënë ato aparatet, po edhe sistemin hidranta, ose tash ka sisteme bashkëkohore, sistemi sprinkler që janë në tavan atje. Pastaj një sistem që mungon të na, se unë kam jetu në Gjermani atje, domethënë e di që funksionon, duhet që sistemi alarmit të objektet më ka një lidhur me departamentin e zjarrfiksve, që në momentin që lajmërohet domethënë zjarri, mu njoftu me njëherë departamenti i zjarrfiksve dhe me intervenu me ditë lokacionin e sakt, edhe kontrolla e inspektoriatit, domethënë me pas se ato ambiente a janë të përmbush numrin për cilën kanë licencë, apo janë të mbipopullu ambientin. Se nëse mbipopullohet,
gjithmonë ka me pas problem më shfrytzu ato masat që marë për më mbrojt. Mirë, përshojmë tërkohë dhe pamje që na vinë të asaj nate, të ati mëngjesi, ku kemi objektin pas zjarit, pasi është shuar dhe zjari. Kush do të fajsohen në këtë rast, sepse shohem nga ajo që ka po raportohet, nga ajo që po flasim është një zinxhir i fajtorëve që ka arritur deri këto. Licenca falso, mos kontrolli apo mos inspektimi i kësaj pjese, pastaj kemi klubi vetë, besoj pronarët e këtij klubi, të cilët nuk janë kujdesur që të ofrojnë një ambient të përshtatshëm për të rinjt. Po, në pikën e parë është identifikimi ku ka nis kjo, dhe më thonë pika e nisjes të zjarit, edhe prej kësaj janë përgjec mes pari pronarët e biznesit edhe menaxheri apo menaxherat të cilët kanë qenë aty, sepse ata duhet të zbatojnë disa rregullat të cilat ata i kanë shkel. E dyta, atëherë duhet me u përcjell se si po vazhdon ky zinxhir edhe ku janë licencuar ata dhe ku e kanë marrë këtë leje për me mujt me punu, edhe pse nuk është bërë asnjë kontroll në nivel lokal edhe në nivel domethënë qendror, edhe të zbulohen këta persona të